Unë vi për një zone që është lapit, e dike si kundërshtim prej qajt në vera. Kom desh me ardhë me kontribuën në vendin tonë në Kosovë. Kemi fillu 2 personat, vetëm unë edhe vllau. Sot kemi mi 35 punëtorë, kemi përmi 520 lloje produkteve cilat ne importojmë. Unë fillimisht kam migru shumë herët, si ri në vitin 1992. Fillimisht në Gjermani një 3 vite, mandej pas 95-ës kom dalë në Zvicër. Kom fillu më shkollu atje, thuja si krejt shqiptarë fillimisht kom fillu një herë me restorante, tu i përfshi krejt fushat, pej kuzhina, kamarjerit, po një të nko në Zvicër kam kryu edhe shkollën fillimisht një herë të hotelerijës, mandej të shku të ngrit manalt. Unë ka po mitra të 2 vite tash jem në Zvicër. Atje jetoj, atje kam gruan, kam 2 djemë. Punën e hotelerijës dhe somelerijës e kom bërë thuja që të jetën se i vetëmi profesion ku kom hyrë rasisht një herë për me... Unë jam Fidem Rashiti, themeluesi i kompanijës Sirius Wine në Kosovë.